Fantastike, edhe me ufë, balkoni e paska. Po, roletnet janë me rrymë, domethënë qohen, edhe janë t'hidhne me sistemin e smart home-it. Paska pjesën e gardarobës, domethënë. Po, këtu është pjesa e banjës. Ua, fantastike, është me ndriçim natyral, me aerosje natyrale. Fantastike. Çdo muj mi pa pak a shumë edhe lagjën pjesë jashtme. Domethënë që kjo është pamja që ju servohet njerëzve prej njonës, prej shtëpiave, te vargu i blert njerëz. Fantastike. Edhe kulmat kryesisht shtëpiave janë gjelbërta. Po. Kjo pi arkitektit kur e ka menu si lagje, është menu mi bo me kulma gjelbërt sepse dheu e ka do veti që ndikon edhe për izolim. Domethënë termoizolim që nënkupton mes me hi ftofti dimnit edhe i nxehti verës, domethënë një mënyrë shërbejnë si lloj shtëpia ekologjike për shkak që dheu është izolatori shumë i mirë për mi konservu energjinë, domethënë. Lagja jonë muj me thonë është e vetmja që ose sot që kom pa pi projekteve sidomos në Prishtinë që promovohet kulmat e gjelbërta në gjithë farë dimensioni që shna e kena. Apo, do me thonë kjo, ka me qenë kështu gated community, ka me pas rampën për para, ka me pas rampja është aty te asfalti ku i hi. Po, okay. Aty ka më qitë, edhe në bazë numrit tabelave nëse AI-a, do më thonë, inteligencë artificiale të një tabela që si ti e pjesë e komunitetit tonë të qelet, nuk ka nevoja së për qipa së kërgjëjsh. Wow, okay.